Policia e shtetit ka finalizuar operacionin e koduar Skams duke goditur një tjetër rast të mashtrimeve ndërkombëtare përmes call centrave që veprojnë në kryeqytet. Në pranga kanë rënë 2 administratorët, Kejsi Përgjegje dhe Marius Sysa, të cilët dyshohet se drejtonin një skemë mashtrimi ndaj qytetarëve të vendeve evropiane, duke i bindur të investonin në bursa fiktive. Operacioni u organizua nga Drejtoria për Hetimin e Krimeve Ekonomike dhe Financiare në bashkëpunim me forcat shqiponja. Pas informacioneve të siguruara në rrugë operative, policia ushtroi kontroll në një subjekt në rrugën Bardhog Biba në Tiranë, i cili ishte i licencuar formalisht për marketing dhe konsulencë, por në realitet përdorej për mashtrime financiare online. Në ambientet e këtij call centri u gjetën 38 operatorë që kontaktonin qytetarë nga vende të ndryshme të Evropës dhe i bindnin të investonin në platforma fiktive tregtare. Gjatë operacionit në zyrat e kompanisë u sekuestruan 106.710 euro dhe 700.000 lekë të rinj pa dokumentacion për burimin e tyre, 51 kompjutera dhe 14 celular të përdorur për komunikime me viktimat, lista me emrat e klientëve, shumat e përfituara, si dhe objektivat mujore të vendosura nga menaxherët që në tetor arrinin vlerën e 1.5 milion eurove. Përveç kontrolleve në ambientet e kompanisë, policia ushtroi verifikime dhe në banesat e bashkëpunëtorëve të afërt të administratorëve. Në shtëpinë e Marius Sysës u gjetën dhe u sekuestruan 41.500 euro dhe 700.000 lekë, të cilat dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti i palishëm. Të 2 administratorët, Kejsi Përgjegje dhe Marius Sysa, u arrestuan në flagrancë, ndërsa 38 punonjësit e call centerit po procedohen penalisht. Materialet hetimore i janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.